Aulon ne kam në një komunikim të drejt për drejt, përshëndes Aulon. Mirdita. Faleminderit që jeme në Aulon për një çështje që unë thash ju e paralajmëruat pjesën e betejës që do të avione, dhe nga ana tjetër sot jemi në kushtet kur GKK-ja vendos pra të hetohet për shpërdorim të tyre Komisioni Ankimimit dhe Sanksioneve që ju realisht e keni përmendur si shqetësim. Çfarë do të thotë kjo? Në çfarë faze kemi hyrë? Kjo do të thotë që gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit detyron tani më strukturën e posaçme antikorrupsion, pra siç njihet ndryshe në zhargon SPAK-un, që të hetojë Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve, një organ që vepron në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra do hetohen zgjedhjet në qarkun e Durrësit. Gjykata vren 3 probleme në kallëzimin që un kam dërguar në SPAK, që nuk janë hetuar nga ana e prokurorit. Së pari bëhet fjalë që kasi ka shkelur ligjin në momentin që ka hapur 152 kuti dhe ka parë parregullsi. Në këto moment ajo do duhet ta vionte rinumërimin e votave, sepse për opinionin publik dhe për ndjekësit tuaj tani dua t'ju sqaroj që qarku Durrësit u rinumëruan në mënyrë të pjesshme, ndryshe nga qarku i Tiranës dhe i Fierit. Pra qarku i Durrësit ka gjithsej 493 kuti. Kasi vendosi të rinumëronte 290 kuti dhe si përfundim arritëm të numërojmë vetëm 152 kuti dhe kjo për çështje të çuditshme. Nuk u mor vesh as atëherë, nuk u mor vesh as tani. Dhe këtë gjykata e ngre si pyetje, si ka mundësi që ka gjithsej 493 kuti, vetë kasi merr një vendim që do rinumërohen 290 dhe në fund fare rinumëron vetëm 152. Kjo është e para. E dyta, kasi, thotë gjykata, ka shkelur ligjin duke miratuar një tabelë përmbledhëse të rezultatit të falsifikuar, sepse ekzistonin dyshime të arsyeshme që në pjesën e mbetur të kutive të parinumëruara do të gjeheshin vota të manipuluara për X apo Y kandidat. Pra, bëhet fjalë për dyshime të arsyeshme. Kjo është pika e dytë. Dhe pika e tretë, kasi si një organ kolegjial i cili zbaton ligjin këtë rast, minimalisht do duhej që këto element të rinumërimit që kishin falsifikuar votën, ti referonte në prokurori. As këtë gjë nuk e ka bërë. Pra janë 3 momente që gjykata vëren kasin që ka shkel ligjin. Prandaj unë e kisha dërguar në SPAK për shpërdorim detyre, prokurori i SPAK-ut marrëzoi çështjen, e ankimova në gjykatë dhe gjykata ka vendosur pikërisht këtë që u thash, duke i kërku gjykatës dhe duke i vënë dhe disa detyra. Një nga detyrat është hapja kutive, për me pa se çka ka ndodhur në kutitë e tjera dhe të dalim në një konkluzion se në ç'vend është shkel detyra. Ndërkohë prokurori, kur marrëzoi çështjen, marrëzoi me idenë që Auloni ka shku në kolegj zgjedhor, pra ka bërë dhe një hap tjetër pas kasit dhe kolegji zgjedhor nuk e ka legjitimuar. Ne duhet bëjmë një ndarje që kasi është një organ administrativ, kuazi gjyqësor, që funksionon vetëm për ankimime, prandaj quhet Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve. Ndërsa kolegji zgjedhor është një trup gjyqësor, ju e dini, mblidhen gjyqtarë gjykatave të ndryshme dhe gjykojnë çështje që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Këto janë çështje të ndara. Vendimin e kolegjit zgjedhor unë kam çuar në gjykatë kushtetuese, ndërsa vendimin e kasit për shpërdorim detyre unë kam çuar në SPAK. Ky është pak a shumë thelbi i vendimit ditën e dieshme, i cili jep dritën jeshile rinumërimit të kutive të plota këtë rast në qarkun e Durrësit. Një rinumërim që kodi zgjedhor na e po mundson Aida. Ju e dini apo jo që në kod zgjedhor nuk lejohet kandidati të hap kutit. Ja pra që pas ka mënyrë me hap kutit. Çfarë paralajmëron kjo tani? Se duhet parë pak e proceduralisht, ne nuk jo të gjithë e njohin interpretimin e ligjit, si veprohet, a do shkojë mëtej? Tani, përpara se t'ju them se çfarë do të sjelli, dua t'ju sjell në vëmendjen tuaj vendimin e një jave më përpara, se vendimi një jave më përpara mendoj unë është më i rëndësishëm se vendimi i ditës së dieshme. Po, Aulon, qëndroj. Dakor, po janë si enët komunikuese dhe lidhen me njëra tjetrën, sepse për kutitë e Durrësit bëhet fjalë. Unë kam bërë 2 kallëzime në SPAK. Kallëzimin e parë ja u shpjegova. Ndërkohë kallëzimi tjetër, i cili mu dha dritë jeshile para një jave, ka të bëjë me 2 akuza që unë kam ngritur për grup strukturuar kriminal për zgjedhjet dhe për falsifikim zgjedhor. Edhe ky kallëzim pati të njëjtin fat si ky i pak më përparshëm që ju tregova. Prokurori vendosi ta pushojë çështjen e kallëzimit penal,
përsa i përket grupit strukturuar kriminal, por nga ana tjetër pranoj që kandidatit Aulon Kalaji janë falsifikuar vota. Jo se ishte në jetim jashtëzakonshëm, thjesht mori proces verbalet e 11 majit dhe i krahasoi me proces verbalet e 4 korrikut, dhe aty kishte manipulim votash. Por duke goditur veprën penale të grupit strukturuar kriminal, kjo çështje binte nga juridiksioni i SPAK-ut dhe shkonte në një prokurori të thjeshtë siç është prokuria e Durrësit, sepse unë kandidova për deputet në qarkun e Durrësit. Dhe në këtë lloj mënyre çështja fikej sepse mu s'm thriti askush nga Durrësi për këtë çështje. Dhe unë ankimova këtë çështje në gjykatë. Gjykata mori një vendim që e shpalli para një jave dhe thotë që detyron SPAK-un në këtë rast që të regjistrojë veprën penale të grupit strukturuar kriminal dhe falsifikimit zgjedhor. E shikon me probleme çështjen, sepse gjykata çmon që në rast se një vot i preket sovranit, atëherë sovrani, populli në këtë rast e ushtron sovranitetin e vet nëpërmjet zgjedhjeve. Kush janë këta që mund të prekin zgjedhjet? Gjykata po ashtu çmon që prokuroria nuk mund të eci me projekcion, do eci me hetim. Pra nuk bëhet llogaria që ka ngel dhe 200-300 kuti dhe a ndryshon Auloni rezultatin. Jo, nuk është e rëndësishme a ndryshimi i rezultatit. Të rrëzon procesin, po. Patjetër, dhe miratimi i një tabele përmbledhëse jo të falsifikuar në këtë rast. Dhe po ashtu gjykata i ka vendosur disa detyra prokurorisë, se ky është thelbi i çështjes. Së pari të identifikojë emrat e numëruesve, së dyti të thrasë për pyetje emrat kandidatët e listës hapur. Dhe të mbyllur. Së treti të hapen videot dhe audiot e rinumërimit dhe të numërimit. Pra nuk do hapen vetëm kutit. Shikoj dhe ky është një proces historik që ka ndodhur në Shqipëri për herë të parë, sepse Shqipëria, shteti shqiptar për herë të parë do të hetojë për krim të organizuar zgjedhor. Nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo. Ne jemi marrë gjithmonë me 50.000 lekësha, me vota tek tuk, me video të emisioneve investigative, janë Dënuca, Fakir Fukare e tjerë. Hera parë që gjykata thot hetohet për krim të organizuar zgjedhor. Po ashtu gjykata i thot prokurorisë që të hapen videot dhe audiot, sepse deri tani ju keni parë vetëm hapjen e kutive. Tani do hapen videot. Dhe po ashtu gjykata i thot prokurorisë që do bëhet ekspertiza kriminalistike e bojës së stilolapsit, sepse ekzistojnë dyshime të arsyeshme. Ekzistojnë dyshime të arsyeshme që me një stilolaps është votuar normalisht partia dhe nga numërues saktu, më shmari stilolaps tjetër në tavolinë aty dhe është vendos një formulë që u përfol dhe për Tiranën, mbaj mendun, pra që fletët ishin bosh, nuk ishin zgjedh kandidatin dhe nëpërmjet manipulimit, për shembull nëse subjekti është PD-ja, marrim vëm Aulonin, për shembull se dikë tjetër, sipas ose prishja e votës për kandidatin që kishte marrë shumë vota, e marrin votën përveç Aulonit dhe PD-s, siç është një votë normale që e ka vendosur qytetari, i vendosim X dhe një kandidati tjetër, që ta nxirte të pavlefshme. Po, dhe ta marrë partia, se e merr partia. Po, shko për subjektin e drejtë. Gjykata ka çmuar që këto elemente ekzistojnë dhe duhet hetimi tani që ta vërtetoj. Kujdes, edhe për votat e pavlefshme. Pra, do hetohen dhe votat e pavlefshme. Pse kanë dalë pavlefshme? Pra, do të shikohet boja stilolapsit. Tani, ju përmendet me drejt Tiranën, Aida, kishit në studio një nga njerëzit që e ka kërkuar rinumërimin, pavarësisht se ne u bëm tabel qitje atëherë, ju e mbani mend apo jo, se u sulmuam nga të gjitha krahët. Po unë gjykoj që ne i sollëm një të mirë Shqipërisë me rinumërimin sepse i çorrëm maskën zgjedhjeve. Ne treguam se si zgjidhet në Shqipëri, si numërohen votat në Shqipëri, si rinumërohen votat në Shqipëri. Ju e pat besoj që në qarkun e Tiranës ishin trafikuar 10.000 vota apo jo? Nga kandidatë ndryshëm. 10.000 vota. Ju e pat që në Fier lëvizin një mandat, apo jo? E mori një zonjë tjetër mandatin, pavarësisht se ishte i vendim politik që ta merrte zonja Caushi. Jo ta mbaroj, se do dalë diku, se ky është thelbi. Ju e pat dhe në Dibër që kishte ndryshim rezultati. Ju e pat në Durrës që unë jam shumë krenar sot që dalë para jush, që si kam vjedh votën askujt, përkundrazi mu kthyen 10 vota, dhe diferenca ime në raport me kandidatin tjetër u shkurtu me 105 vota. Këto, unë gjykoj që janë krime zgjedhore, nuk janë gabime njerëzore. I ke gjitha indicit për ta thënë këtë, Po, i bien ndesh me narrativën e Kasit, që thonë të këto janë gabime njerëzore. Atëherë, çfarë do ndodhë Aida? Nuk do shikohen vetëm Durrësi. Gjykata ka vendosur, sepse unë kam shkruajtur aty që kam parë tilla gjëra në Tiranë, në Dibër
dhe në Fier. Gjykata ka vendosur që do ketë hetim edhe për këto qarqe. Pra dhe për minimalisht për Tiranën, 4 qarqe. Edhe Fierin. Po, sepse Dibrën, gazetaria Tiranë, shqiptare Fier. u tregu e pavëmendshme në këtë pikë, Po, e dhe drejt. ky është lajmi në fakt. Po, e drejt. Do të thënë, me këtë betejën tënde në Durrës, ti ke hapur telashe, po them mund tani. Atyre që mund të jenë Unë prekur. mendoj, Aida, shiko Vlonin. Neve, unë personalisht kam hyrë politik për më u bë deputat. Jo, e di që e ke parimore, nuk e diskutoj unë të njoh. Jo, du të them diçka. Pra, kam hyrë për të bë. Po tani më fal një sekond, kur unë shikoj krim zgjedhor, kur unë shikoj që vjedhen votat, kur unë shikoj këto problematika në Tiranë, Fier dhe në Dibër, po sigurisht që unë do t'i kallëzoj, se unë dua që zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri mos vjedhet vota. Unë dua që në Shqipëri shkon për te ambicjes tënde politike, pra e kuptoj, për të vendosur një tull të rëndësishme. Ne na marrin votat, nuk na lejnë për me shku me i pa votat tona. Për këtë arsye unë kam vënë lëvizje gjykatën kushtetuese, që të fuqizoj kodin zgjedhor. Me batut këtu, kam thënë të lënë Shankurriza Ulonin, edhe s'ma ke keq kuptuar, ne jemi miq, njihemi herët. Patjetër, ne kemi punu bashkë, nuk diskutohet, por ideja ime, dhe ti po e bën më së miri këtë, se po e thyej pak që të mos të mbetet kështu si një çështje teknike. Tani, sa është diferenca jote me Arjan Dojën? 120 votë? Shiko, Aida, unë nuk do doja ta qonim këtu këtë debat. Jo, ti po i merr mandatin tavolinë? Po ja merr mandatin? Unë si marr mandat askujt, as në tavolinë, as poshtë tavolinës. Absolutisht, jeni e bindur. Me betejë. Unë po shikoj votat e mia. Jo, unë po shikoj votat e mia. Unë duhet shikoj se sa vota ka marrë, Aida. Një herë më thanë që ke marrë 8120 vota, pastaj më thanë ke marrë 8135 vota. Unë kam parë videot. Dhe unë jam i bindë që ka marrë më shumë vota. Tani këtë do ta përcaktoj hetimi. Pa ke thënë këtë, që jeni ngrit një grup pune dhe keni parë videot. Patjetër, unë mendoj që ata prezumojnë pa fajshëm. Unë nuk them që Kasi është i fajshëm. Unë nuk them që numëruesit janë të fajshëm. Ke numërues të jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike, të cilët i kanë numëruar votat me integritetin më të lartë. Janë hap kutit, edhe në Kruj, edhe në disa kutit tjera, po themi në Sukth, në Shijak, në Manës, në Durrës, dhe kanë dalë 100% sakta rezultatet. Pra, të rinumrimi, ne i kemi parë. Ka pas kuti pastaj tjera që dikujt i kanë shtu 42 vota, dikujt 15, 14, mënyrë sistematike, 9, 8, 7 vota. Tani më falë, një sekond. Ne kemi bërë zgjedhje apo kemi bërë vjedhje? Ne do të shikojmë votat e mia. Pra, unë nuk i marr mandatin askujt, unë jam një njeri që do të po ndjek vërtetën time. Aida, në rast se unë nuk do ta kisha seriozisht të çështje, minimalisht nuk do bëja betejë në gjykatën kushtetuese. Unë kam shkuar në gjykatë kushtetuese për me shfuqizu nenin që ja pamundson hapjen e kutive kandidatëve, me një praktikë shumë thjeshtë, duhet ta ndaj me teleshikuesit këtu. Atëherë, ne jemi pjesë e Këshillit të Evropës. Ndjenin time nuk kemi dalë nga Këshilli i Evropës, jemi akoma aty, ka dalë Rusia për shkaqe të tjera. Dhe çfarë ndodh në Këshillin e Evropës? Në Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit, në Komisionin e Venecias, në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit, Gjykata e Strasburgut, ata thonë që kanë këto subjekte për të drejtë për të ankimuar rezultatin zgjedhor. 3. 1. Është partia politike, 2. Është kandidati, ata shkojnë dhe më tej. Ata shkojnë që ka të drejtë edhe zgjedhësi për me kontestuar rezultatin zgjedhor në një proces administrativ ose gjyqësor, pra siç ishte rasti im. E dini ju se si e ka kodi jon zgjedhor këtë pikë? Europa e ka kështu siç u thash, pra partia politike, kandidati, zgjedhësi. Kodi jon zgjedhor e ka vetëm partia politike. Pra në rast se nuk do partia politike që të hapen votat, nuk hapen votat. Dhe unë mendoj që ky është nen antikushtetues që bie ndesh të paktën me 2 momente të kushtetutës. Së pari me drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur ditën që mund 17 vjeç, dhe së dyti për një proces të rregullt ligjor. Pra ne nuk na lejohet procesi rregullt ligjor. Pse? Sepse nuk na lejohet procesi për me pa votat tona. Unë mendoj që këtë çështje do ta fitojnë gjykatë kushtetuese dhe kjo do jetë jo për Aulonin, do jetë për çdo kandidat tjetër, i cili do futet në garë dhe do ta ketë këtë armë, zgjedhjet e ardhshme. Më besoni. Në rast se gjykata kushtetuese nuk ma jetë, atëherë unë do shkoj në Strasburg. Dhe do ta fitoj në Strasburg sepse Strasburgu në të gjithë praktikën e saj gjyqësore, me raste të Rumanisë, të Serbisë dhe të Bullgarisë i ka dhënë drejt gjithmonë kandidatit. Pra precedentet janë aty. Në rast se gjykata kushtetuese ka seriozisht këtë çështje, patjetër që do ta zgjidhë shumë shpejt. Dua t'ju bëj me dije që seanca ime, domethënë dosja ime ka kaluar pa tmeta dhe unë pres ditën e seancës tani. Pra të gjithë dokumentacionet që kam çuar nuk jam rrëzuar në asnjë moment dhe patjetër që pres ditën e seancës ku do më thrasin atje në kushtetuese. E kuptoj. Pra beteja
të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Aulon, një pyetje të fundit kam, se nga më në moment pres të ketë një konferencë Edi Rama ndoshta e përgjigje për çështje tjera, apo ke mbështetje Partisë Demokratike për këtë, apo si janë shumë të interesuar sa të? Unë besoj që jam në të njëjtën gjatësi vale me përpjekjet e Partisë Demokratike për të dokumentuar farsën zgjedhore, për të dokumentuar vjedhjen e votës. Dhe unë kam një rrugë të cilën e ndjek në trasen time për me ezauru të gjithë, pra kam shku në mënyrë administrative, në mënyrë gjyqësore, fakt penal, gjykatë kushtetuese, SPAK, KAS, kolegj zgjedhor, do t'i ezauroj të gjitha momentet për të vërtetën time, dhe patjetër që unë jam një nga ata njerëz që e besoj masakrën elektorale, por sigurisht që kam dhe mendimet e mia që ne si Parti Demokratike duhet fitojmë në atë pikë që edhe patronazhistët, paratë e drogës edhe gjithë shka tjetër, neve të na esfumojnë pak fitoren, por mos na e prekin fitoren. Që do të thotë, në rast se ne fitojmë me 10% ndaj Edi Ramës, me pisliqet që do bëj Rama, të paktën fitojmë me 5%. Kjo është ideja ime. Dhe çfarë impakti ka patur ky moment, pra ku ne u njohëm pikërisht në këto vendime? Kur them impakti i qytetarëve ka qenë jashtëzakonshëm, sepse qytetarët presin që zgjedhjet në Shqipëri mos zhvillen dhe të ketë numërues të ndershëm dhe të përgjegjshëm. Këto vendime në rast se do ketë vazhdimsi ashtu siç e pretendoj unë, se unë mund t'i humb çështjet. Pra çështjet thjesht kanë shkuar në gjykim. Unë nuk e di se si do dalin. Por në rast se ne do të kemi domethënë në favorin tim diçka, patjetër që do t'i shërbej Shqipërisë në të rast. Jo mua, unë mund mos kandidoj më zgjedhjet e ardhshme. Pse? Po do jetë një vendim që do e marr hap pas hapi, pra ekziston mundësia edhe të kandidoj edhe mos të kandidoj. Po do ketë kandidat tjerë apo jo? Kandidat tjerë të cilët do ta kenë një armë në dorën e tyre dhe do ketë zgjedhje më të mira, besoj unë, Besoj unë sepse tani këtë gjë e ka marrë në dorë SPAK-u. Nuk besoj se ka pas një tjetër. Aulon, sfida e radhës do të jenë zgjedhjet për shembull për shtetet vendor. Ti tregove, vërtetove që po mund të fitosh popularitet i vetëm pa para, siç ke thënë ti. Të jesh një njeri i cili i frymëzon votuesit, sepse këtë se them unë nga studio, se s'po më pyet njëri, po të më pyesin, po mund ta them edhe nga njohja që ne kemi të mëparshme, por votat flasin. Kështu që nuk ka nevojë të ta them unë. Pra ju keni dalë i parë atje që me themi drejtën, ndoshta gjithë ishim skeptik se e njohim si qark shumë të vështirë etj. Edhe vetë kur i ke hyrë garës. Tashmë ke kaluar këto. Ti po tregon që ke vota dhe po tregon një qendres. Nëse do të ofrohesh një garë për të qenë pranë komunitetit atje, pra për pushtetin vendor, se do të jenë zgjedhjet e ardhshme, e pranon Aulon, e mendon, apo shumë herët dhe unë ndoshta po vrapoj pak? Shiko, unë tani që po flasim, unë jam fushkruj. Dhe unë jam këtu me banorët, unë jam tek përmbytjet sa të mbarojmë unë do shkoj sepse është një zonë e cila është e përmbytur. Unë jetoj me hallet dhe problemet e qytetarëve. Them më drejtën, deri para pak kohësh nuk e kisha menduar çështjen për pushtetin lokal, patjetër, por sigurisht që unë do t'i përgjigjem çdo kërkesë të qytetarëve. Në rast se ata mendojnë që unë duhet bëj sakrificë ose duhet bëj diçka për ata, unë ja di sinqerisht ja u di për nder dhe vendimi im për të kthyer dhe për të jetuar këtu ka qenë pikërisht në respekt atyre njerëzve të cilët më votuan. Shiko, vota është besim. Besimi ata t'japin shpirtin këtë rast. Në rast se ti nuk do t'i respektosh dhe t'jetosh me problematikat e tyre, po t'ja fusim, të marrin votat dhe t'ikim 4 vjet të rrim Tiranë apo jashtë shtetit, unë nuk besoj që është serioze kjo dhe sinqerisht po përjetoj një periudhë reflektimi tani dhe jam me njerëzit non-stop. Faleminderit Aulon. Faleminderit. Unë të mbarë, nëjësi, si gjithmonë komunikimi, dhe interesant ishte kjo pjesa e fundit që pas ke marrë këtë vendim për të zhvendosur atje. Ose dyshoja që si pasojë përmbytjeve tërmenteve ti e gjithmonë atje ke vërtetuar, po më shtove pak atë idenë ose plotësova atë puzzle në mënyrë se si ne të njohim. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit. Unë mbarë.